Zoti Karaj, si e komentoni atë që ka ndodhur në SPAK, ku vetë prokuroria e posaçme ka dalë në një njoftim ku ka sqaruar gjithë situatën, por që mbetet ende enigmë se si është ndërhyrë në emailët e 3 prokurorëve të SPAK-ut? Duhet parë në 2 aspekte, si një lajm shumë i keq, edhe lajmi mirë, pastaj nëse do konsiderojmë të mirë faktin domosdoshmë që nuk është ndyrë totalisht në sistem, por thjesht në disa pika të paktën referuar asaj çka SPAK na ka bërë të ditur sot. Kur them lajm i keq, është se në qoftë se arrihet në pikën domethënë sa që hakerat arrin të ndërhyjnë, të futen sadopak edhe në një nga institucionet më të që presupozohet që duhet të jetë më i sigurti në vend, sikundër është SPAK-u, Prokuroria e Përgjithshme, atëherë kjo është një këmbane e madhe alarmi në logjikën time, pasi nuk e di domethënë se çfarë duhet presi përtej kësaj. Unë nuk di domethënë në institucion tjetër në Republikën e Shqipërisë hiç shishin, që është institucion realisht me një peshë nuk po them hetimore, po sigurie shumë të lartë, por edhe SPAK-u për mendimin tim i tillë ka qenë, duke pasur parasysh gjithmonë që në atë institucion kanë qenë konsekuent të instaluar prej kohësh DEA, Interpoli, FBI, dhe më bën shumë çudi kjo histori, domethënë që edhe këto institucione amerikane të cilat sigurinë kibernetike e kanë alfën e çdo gjëje, ose u ka rrëshqitur, le të themi, ose aty puna, le të themi, e drejtimit e IT-s apo drejtorisë IT-s informacionit ka çaluar diku. Është lajm i keq. Lajmi i mirë është fakti domethënë që nuk vërej të paktën në raport me ato çfarë thot SPAK-u, që të jetë ndërhyrë realisht në sistemin kompjuterik të dosjeve të SPAK-u, pasi kjo do ishte pastaj çmenduri. Nuk di domethënë ti një fjalë tjetër. Duke u mbetur pikërisht tek pjesa e ndërhyrjes, SPAK-u shpjegon se është ndërhyrë në emailët e 3 prokurorëve, ndërkohë nga ana tjetër në media gazetarë caktuar kanë theksuar se ato që u kanë rënë në duar apo informacionet që mund të qarkullojnë janë dosje hetimore, konkretisht që bëhet fjalë për një ish-ministër të qeverisë së kryeministrit Edi Rama dhe njëkohësisht kandidat për deputet. Tani, si mund të ndahet kjo që kemi të bëjmë me hakerimin thjesht të emaileve, apo u kanë rënë në duar edhe dosje hetimore? Atëherë ta ngrej një çikës, domethënë sensin e debatit. Po them kështu, e zëm për një po ha mendojmë sadopak. Nuk ka prokuror, as avokat për shembull unë, nuk mbaj, le të themi, dosje hetimore në email. Emaili është një shkëmbim informacioni ose le të themi bashkëbisedim institucional në rastin konkret SPAK-u. Pra, në email nuk mund të gjesh dosje hetimore të cili do qoftë ky. Pra, nëse po flasim për emaile, atëherë bie poshtë kjo ideja, domethënë që hakerimi mund të shkuar deri në pikën që janë marrë fajle apo dosje të rëndësishme, qoftë jo lidhur me krimin e organizuar apo edhe me një deputet aktual, kandidat për deputet të qeverisë Rama. Edhe një herë, tentoj të mos e besoj një lajm të tillë. Sepse në qoftë se ndodh që pas ka hakeruar dhe pas ka marrë, le të themi, fajlet të një dosje hetimore, atëherë pse duhet të merrte të një dhe nuk e merrte edhe të një 10 apo të 15 apo, sepse do të thotë domosdoshmë që hakeri ka shkuar deri në pikën që ka ndërhyrë jo më në email, por ka ndërhyrë tek kompjuteri i prokurorëve të SPAK-ut. Nëse ndodh kjo, atëherë realisht është për të vënë duart në kokë ose ta pusësh kokën fare, se pastaj këtu pastaj ka rënë gjithçka. Unë nuk e besoj këtë variant të dytë. Sigurisht nuk dua në mënyrë absolute, me gjithë respekti për mediat, dikur kam pasur jo thjesht, kam punuar dhe vetë si gazetar dhe një goxha mirë median, nuk dua fare të merrem sepse media fund ditës domethënë e ka punë e ka ushqim të përditshëm tjetër gjë, por këtu ama ju sugjeroj gjithë kolegëve tuaj, gjithkujt domethënë që të jeni sadopak, le të themi të mos rrekeni drejt një lajmi të madh i cili në vetvete mund të mos jetë fare lajm. Sepse unë nuk e besoj që një dosje mund të rrjedhë kaq shpejt. Një dosje nuk ka një flet. Mund të ketë gigabajt ajo dosja. Dhe për ta hakeruar një dosje të tillë, edhe hakeri më i mirë nuk mund ta hakerojë në harkun e pak minutave, le të themi. Pra nuk e besoj këtë si histori. Gjithsesi, fakti domethënë që është futur deri në sistemet e sigurisë së SPAK-ut është për tu alarmuar. Fakti tjetër që SPAK-u ka bërë detyrën e vet, sepse dy personat
tashmë janë të ndaluar, dhe ndaj tyre kanë filluar hetimet, kanë dalë dhe emrat dhe atyre atij sekretarit të Ministrisë së Arsimit, ish drejtorit burgut, të cilët nuk e kuptoj domethënë se çfarë arsye kanë pasur ata në gjithë këtë histori, dhe kjo do duhet parë domethënë se ku qëndron problematika në rastin konkret. Ndoshta lidhet me faktin që ata mund të jenë persona të njohur nga njerëz të cilët janë në hetim në Spaku dhe kanë dashur domethënë në një mënyrë apo në një tjetër le të bëhen zhigolo apo të bëhen le të themi vasalet e tyre, por kanë shkelur ligjin. Në rastin konkret kanë shkelur ligjin dhe ligji në rastin konkret është goxha i rrep për cilin do. Spaku shpjegon gjithashtu se është tentuar të hyhet edhe në emailin e kryeprokurorit të Spakut Altin Domani, nisur nga këto tre emrat prokurorëve, por edhe në tërësi të vetë strukturës së Spakut, personat përgjegjës apo dhe ata që mund të fshihen pas tyre, çfarë kanë synuar dhe cilin qëllim kryesor kanë pasur në këtë rast? Ka përshtypjen se ata kanë synuar çfarëdo lloj materiali të mundshëm për të marrë sa të pak informacion në raport me dosje. Sigurisht, hakerat, qofshin këta amatorë apo më të mirë në botë, këtë tendencë kanë, marrjen e materialeve, pastaj mundësisht edhe shitjen e tyre me çmime sa më të leverdishme për ty. Kjo është puna aty. Në rastin konkret ndoshta nuk kemi të bëjmë me një lloj shitblerje, hakerin për shitblerje, por ndoshta me një lloj le të themi investimi që këta hakera kanë bërë në raport me kërkuesit. Nëse do ecim ides që sapo thatë pak më parë, që këtu në lojë është një ish deputet apo kandidat për deputet aktual i qeverisë aktuale, atëherë Spaku do duhet të shkojë edhe përtej kësaj, të kuptojë domethënë se pse është bërë një gjë e tillë dhe besoj se do ta bëjë, se ka shkak pasojë në gjithë këtë histori. Dhe besoj se do ta bëjë edhe një gjë të tillë. Shikoni, të mos vëmë alarm aty ku nuk ka alarm, të futesh realisht në dosjet, në gjithë sistemin kompjuterik të Spakut. Spaku për mendimin tim është gati si CIA ose si FBI në kuptimin, po të them dhe një herë tjetër, të asaj çfarë përfaqëson në vetvete ky institucion. Të futesh aty më duket një gjë jashtëzakonisht, do duhet të jesh një haker i hakerave. Pra unë besoj te ai varianti që ka nxjerr Spaku, që ata kanë tentuar të futen tek emailet, mund të jenë futur tek ato emaile, por jo domosdoshmërisht tek ato emaile kanë gjetur pikërisht dosjet hetimore për të cilat po flet media. Ndërkohë, Spak bën të ditur gjithashtu se kanë nisur një hetim të brendshëm administrativ dhe ka vërejtur se sistemi i brendshëm i IT-s nuk është cënuar. Pra në këtë rast kemi të bëjmë më shumë një ndërhyrje nga jashtë se sa një rrjedhje informacioni ose më saktë një cënim të brendshëm të sistemit. Shiko, për të qenë shumë i sinqert, shiko, nëse ka pasur një pikë për të cilën do duhej kritikuar më përpara dhe deri tani Spaku, ka qenë kjo rrjedhje e informacionit. Tani unë nuk di të them sinqerisht domethënë se kush është ky që bën rrjedhjen e informacionit në raport me median, se ti vëre dosjet si dosja e zotit Berisha, si dosja e zotit Meta, si dosja e zotit Erion Veliaj apo të Ilir Beqet, më përpara e morëm vesh domethënë ne në rrugën mediatike, se sa vetë ato që kishte ndodhur në sallën e gjyqit. Kjo nuk është normale për një vend normal europian po flas, sepse unë dua ta konsideroj veten se dhe Shqipëria aderon ose është le të themi në prag të kësaj të qenurit pjesë e Europës.